Zemra e lënduar komenton dhe thot, po prandaj bota islame është në skëter, skamje, varfëri, luftra, të shtypur, të kolonizuar. Se jeni thot fanatik të sëmur, kështu që as Zoti thot nuk ka çfarë të bëj me ju. Sa herë që ne si musliman kemi praktikuar urdhrat e Allahut lartësuar, kemi jetuar ashtu siç na mëson i madhi Zot në Kur'an, ashtu siç na porosit profeti ynë, profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, kemi arritur majat në çdo fush. Lexo po deshe për qytetërimin islam në Andaluzi. Lexo po deshe ose po dite me lexuar për qytetërimin e muslimanëve herët në Damask, në Bagdad. Lexo për bibliotekat që kanë pasur dikur dietarët musliman. Lexo për dietarët e ndryshëm të muslimanëve në vende të ndryshme të botës. Lexo nëse ke dëshirë për shtetin e Amavitëve. Lexo për Abasitët. E pra, nëse ne praktikojmë urdhrat e Allahut lartësuar, atëherë arrim majat. Por nëse muslimanët nuk jetojnë ashtu siç urdhëron i madhi Zot, ashtu siç na porosit profeti ynë Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, atëherë patjetër që kjo botë, kjo dynja, ashtu është. Dhe po të shikosh kolonizimin apo të shtypur, do të shikosh që këto të cilët pretendojnë qytetërim, pretendojnë se kanë arrit diçka, pretendojnë pra se kanë arrit majat, këto po e bëjnë pra kolonizimin, e po bëjnë shtypje, e po nxisin luftra, e padrejtësi në ato vende. Gjithsesi, Kurani është i qartë, cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të lumtur. Edhe ti, që pas ke zemrën e lënduar, të këshilloj që të besosh Allahun e lartësuar, të jetosh ashtu siç urdhëron i madhi Zot në Kur'an, në mënyrë që të jetosh i lumtur ose e lumtur në këtë botë, e të përfitosh lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Sa herë që ne praktikojmë urdhrat e të madhit Zot, kemi për të jetuar të lumtur dhe pra Zoti i gjërësisë ka për të na i lehtësuar çështjet e jetës në këtë botë dhe fitojmë lumturinë e përjetshme në botën tjetër.